Zëvendës kryeministra Belinda Balluku inspektoi punimet në një prej lotet të aksit të rrugës Elbasan-Rogozhin, e cila pritet të përfundojë praverën e vitit të ardhshëm. Aksi që do të jetë një autostradë tipit A me 3 korsi në të dyja drejtimet dhe mjetet do të mund të lëvizin me shpejtësinë maksimale deri në 130 km/h. Janë 6 tura, 2 prej cilave janë 330 metra linear dhe njëra prej tyre është kjo që po shikojmë sot. Ecuria e këtij kantieri, pra pa për ura e Grykshit, faza e 5, është në 60% dhe po diskutonim pak më parë me të gjithë grupin e inxhinierëve këtu, që krahasuar me të gjithë fazat e tjera, ne sot këtu kemi ecurinë më të mirë me 60%, ndërkohë që i gjithë projekti është diku te 49%. Kreu i Autoritetit Rrugor Shqiptar tha se është kryer deri më tani një volum punimesh në masën 60% dhe parashikimet janë që objekti të dorëzohet sipas kontratës. Një tjetër pjesë e rëndësishme e projektit, që është pjesë e korridorit të 8 dhe që do të avancohet me shpejtësi dhe në situatën e emergjencës, është zgjidhja që do t'i japim 3 kilometrave të autostradës Tiranë-Elbasan. Pjesa e rrethotullimit brenda sheshit duhet patjetër të përfundojë me fillimin e sezonit veror, pra deri në një korrik të 2026-s, ne duhet kemi zgjidhur 3 kilometrat e para të bypassit të Elbasanit. Zëvendës kryeministra dhe ministra e infrastrukturës Belinda Balluku tha se pritet të jepet zgjidhje edhe aksi Tiranë-Elbasan në vendin e quajtur hyrja në Bradashesh. Lidhja emergjente pritet të zgjidhet në kohë rekord përpara nisjes së sezonit të ardhshëm veror.